në princip nuk ka asgjë të bëj me fëmijët, pra aski fëmijë nuk është shumë e rëndësishme. E rëndësishme ka qenë diskutimi me çka mundesh me bëu me 250 euro të kinda geltit nëse nuk i shfrytëzon. ETF-i është nuk mundesh me thonë 100% se s'ka gjë në 100%, po është jashtëzakonisht i sigurt në kuptimin që mos me pas humbje. Pse banka se ka këto të njëjtën, sepse banka dëmtohet nga inflacioni siç dëmtohet barja, euro në këtë rast. Për shembull, në rast se ti ki 54.000 euro të ruajtura në bank nga 250 euro për 18 vite të fëmijës, fuqia vlerëse e vlerës 54.000 euro mas 18 vjetë mendohet për shkak të inflacionit me konti ku 35.000, 38.000. Ndërsa nëse i ki në ETF, ato shkojnë te 100.000 euro, pra rritet, prap vlera vlerëse do të jetë 70.000, po ma shumë se 38.000. Apo kupton? Edhe kështu është ideja e ETF-it. ETF-i është jashtëzakonisht i sigurt, nuk ka nevojë më friksu kërkush prej tina. Nëse doni ma shumë e ditë për to, mujna me fol komente me çdo shef.